Bima dhe shëndeti, ja ku takohemi në çdo të hënë me doktor Ylli Merjan për të folur sot për një tematikë që na prek të gjithëve, mpirja e duarve dhe e këmbëve. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se ju gjejmë. Gjithmonë jemi gati këtu për të gjetur shkaqet fillimisht dhe më pas të tregojmë disa metoda natyrale se si mund t'i trajtojmë këto gjendje shëndetësore, mpirja e duarve, mpirja e këmbëve që vijnë nga një qëndrim ndoshta jo i duhur, nga faktorë të tjerë, të shohim dhe të zbërthejmë. Do të kemi mundësi sot edhe për shikuesit të telefonojnë në pjesën tjetër, pasi të tregojmë dhe të zbërthejmë temën, për të telefonuar dhe për të bërë pyetjet tuaja, meqense edhe shumë na keni shkruar për të ardhur në këtë ditë të komunikimit me doktorin. Mpirja e këmbëve dhe duarve është një bllokim qoftë i arterieve, qoftë edhe i fijeve nervore, ose ndoshta edhe i vetëm i njërës prej tyre. Kjo është akute kur ne shtypim, rrim shtrëmbër, shtypim krahun ose para krahun, ndoshta nga ndonjë peshë kështu, kur mbajmë muskujt me ato të kurrje titanike të tyre të gjata dhe mund të sforcohen, ose edhe ndonjë qëndrim, për shembull, i ulur në makinë për një kohë të gjatë, ose qëndrimi këmbë mbi këmbë ose këmbë në këmbë për një kohë të gjatë, ose ata që ulen, si thonë, do ulemi në bishtë kështu. Këto janë mpirje të duarve akute ose të këmbëve. Këto, si thuash, e kanë atë zgjidhjen të menjëhershme. Kalojnë vetvetiu me pak masazhe kështu dhe duke drejtuar këto gjymtyrët. Kjo është e thjeshtë, pra kuptohet që duhet të frenojmë atë qëndrim, pra të bëjmë pak lëvizje, pak shpirje kështu dhe kaq. Një mpirje tjetër, që ta nxjerrim të parën këtë si në duke, e cila është në një dorë dhe në një këmbë, në të njëjtin krah, dhe që vjen pak nga pak në mënyrë graduale, duke u përshkallëzuar, që do të thotë nga dita në ditë theksohet mpirja në një dorë dhe në një krah, le të theksojmë edhe këtë gjë tjetër. Dhe ne, si kur të ledhatojmë lehtë me mollzat tona të duarve faqet, dhe në qoftë se ndjeshmëri në një faqe e kemi të plot, edhe në tjetrën sikur me zor e ndjejmë, por në krahun e kundërt të mpirjes, atëherë ky është rast urgjent që personi duhet të shkojë për ekzaminime mjekësore, ndoshta e para ndonjë rezonancë magnetike. Pra, në këto raste, mund të jemi paralajmërues për ndonjë sëmundje të rëndë në sistemin nervor, ndoshta ndonjë glioblastom. Pra, për ta përmbledhur, kur mpirja është edhe në krahun e majt, për shembull, apo të djathtë. Dore e majt, këmbë e majt. Mpirja pak e nga pak, derisa njeriu me zor ecën, ai urgjentisht duhet shkojë tek mjeku, të bëjë ekzaminimet e mëtejshme. Po kështu nëse ky ledhaton lehtë me dorë mollzat, faqen, ballin, qafën në mënyrë simetrike, po ndjeshmëria është në njërën normale, në krahun e kundërt të mpirjes së dorës dhe të këmbës është që me zor e ndihen, personi duhet vejtë tek mjeku. Pra, për kaq vlen ky emision për atë, të shkojë tek mjeku të ekzaminohet sepse ka diçka serioze. Kjo shoqërohet me shenja të tjera që atë e shqetëson apo është kjo mpirja që pastaj? Është kjo. Po, pastaj në sistemin e lokopedisë, ai me zor artikulon, sikur harron fjalët, sikur harron figura njerëzish e kështu me radhë. Pra, po ju trash gjuha dhe nuk flet dot, nuk artikulon dot, me zor i thot dhe ato fjalë, nuk duhet të presi, është alarm që duhet vejtë të shkojë dhe të shikojë çfarë ka ndodhur në sistemin e tij nervor. Sepse ndoshta ndonjë mas aty shtyp nervat, i komprimon nervat dhe jep sinjalin në krahun e kundërt. Pra, nëse ajo është djathtas, mpirja është majtas. Se ne e përmendëm majtas apo djathtas. Kjo gjë, ky fenomen mund të ndodhi edhe nga krahu i djathtë, dora e djathtë, vetëm në këto raste të glioblastomave është në krahun e kundërt, se hemisferat punojnë në mënyrë të kundërt. Qartë. Pra, kjo si thuash përjashtohet. Ndërsa në rastet e tjera, kur ne kemi, për shembull, një ftohje të duarve dhe të këmbëve, në mënyrë, si thuash, të menjëhershme, po jo se kemi ndënjur në një ambient të ftohtë, ose
kemi ndonjë në një ambient normal, si thuash. Mund të bjeri shi jashtë, po temperaturën brenda kemi 24 gradë, 23, 20, që është ngrohtë, dhe ky person ndihen të ftohtë, dhe i prekim duar dhe këmbët janë të ftohta, atëherë problemi qëndron te sistemi i qarkullimit të gjakut. Pra është sistemi vaskular ai që na i ka dhënë këtë simptom. Kjo ftohje shoqërohet edhe me këtë mpirjen që po themi, te mollzat. Në fillim ndihem një ftohje sikur nuk i ndihen as duart as këmbët. Sikur ato janë të paralizuara dhe nuk i lvizin dot. Njëkohësisht ne duhet shikojmë tensionin. Në këto raste kemi një ulje të tensionit. Dhe mirë është që personi shpejt e shpejt pak krip poshtë gjuhës, ose diçka me pak krip që mund ta marrë ta pi, kos me krip, ose dhall me krip, ose diçka tjetër. Paralelisht me këtë, ai duhet menjëherë të marrë të vendosi borsa me ujë të ngrohtë, ose këmbët në ujë të ngrohtë, ose shishe kështu me ujë të ngrohtë, në mënyrë që të fillojmë pak nga pak të rrisim temperaturën e trupit dhe të nxisim, të ndihmojmë qarkullimin e gjakut. Nëse kemi, pra kjo ishte një shenjë tipike dalluese, këmbë të ftohta, duar të ftohta, mendja do na shkojë tek hipotensioni. Nëse kemi mpirje, mizërim të ndonjë dore, po e kemi zënë shtrëmbër gjatë natës, ose kemi mbledhur këmbën, për shembull, e kemi ndrydhur gjatë natës dhe ndjejmë atë mpirjen, atëherë kjo është një shtypje nervore. Atëherë, ku duhet na shkojë mendja? Ose kemi shtypur me diçka, për shembull, ose kemi zënë krahun keq, ose para krahun e kemi mbajtur kështu, dhe kjo ka funksionuar deri në një farë kohë, ka rezistuar, si thuash, dhe pastaj është bllokuar edhe sistemi nervor, është shtypur, është komprimuar, është ngjeshur, por edhe arteriet dhe venat e qarkullimit të gjakut. Dhe ndjesia në këto raste është sikur kemi një shpim miza, mizëron ajo dhe përhapet deri sipër. Atëherë, zgjidhja e shpejtë është kjo, shpejt e shpejt, drejtohemi dhe fillojmë një masazh të dorës dhe të krahut. Pra se i rasti që ne treguam për shkak të një shtypje apo të një faktori të tillë të jashtëm dhe jo të brendshëm, që ndodh për shkak të një gjendje shëndetësore. Kemi një mpirje të duarve e cila vjen në mënyrë të përshkallëzuar nga dita në ditë, pak nga pak. Mpirje që fillon tek mollzat? Nga mollzat nga brenda, vazhdoj me gishtat komplet dhe po e njëjta gjë edhe tek gishtat tek shputa e këmbës. Mpirje si mizërime kështu, ose si kur lëvizin milingona kështu që na pickojnë nga pak, ose si maja gjëmbash. Dhe vëmë re që kjo mpirje është shoqëruar edhe me diçka tjetër. Një lodhje, një këputje trupore, dhe kjo këputja vjen si thuash si një dembelizëm nga dita në ditë. Atëherë, duhet të na shkojë mendja që kur kjo lodhje shoqërohet me mpirjen e duarve, duhet na shkojë mendja tek ndonjë mungesë e vitaminave, B1, B3, B6, B12 dhe acidi folik. Por, paralelisht afërsisht me këtë, është edhe një mpirje duarsh, kur një njeri është anemik, kur mungon hekuri, kur ka hemoglobin të ullët, ferritin të ullët, dhe njëkohësisht, le të themi, elektrolitët në gjak, pra magnez, kalcium, kalium dhe mikroelement të tjerë, kur këto janë nën vlerën e tyre, po kështu do të na japin mpirjen e duarve. Gati të parafërt si me mungesën e vitaminës B12 dhe vitaminave të tjera. Pra pas kanë diferenca këto mpirjet, shoqërohen dhe me ndonjë gjë tjetër. Po, në përgjithësi, anemia, mungesa e vitaminave, shfaq këto shenja. Kjo tashmë ka lidhje shumë me këtë gjë. Nëse hekurin e kemi të ullët, hemoglobina do t'jetë e ullët, po kështu edhe hematokriti. Që do të thotë, përqimi i oksigjenit në muskuj do t'jetë më i ngadalt. Muskuj do të marrin më pak ushqyes, pra lëndë organike dhe më pak oksigjen. Atëherë, krahas mpirjes që sikur me zor po i lëviz gishtat edhe këmbët, kemi dhe atë këputjen trupore. Pra mendja duhet na shkojë që në këto raste të bëjmë analizat e gjakut, rrotull një hemograme, pra të gjakun komplet që
E gjitha është gjaku komplet, plus që edhe elementet shtesë. Atë elektrokardiogramën që mund ta bëjmë në këto raste, po më shumë të fokusohemi tek analizat e gjakut. Pra atë gjakun komplet, të bëjmë hemogramën, pa e bërë atë elektrokardiogramën, s'ka që në duhet, as diçka tjetër, vetëm të fokusohemi tek këto analiza gjaku, pra pasqyra komplet e gjakut? Pra hemogramën, të shikojmë dhe këto elektrolitet në gjak. Kaq dhe ne kuptojmë. Kemi një mpirje tjetër e shoqëruar edhe me ndezje këmbësh. Sidomos, natën, këta lloj njerëzish duan që këmbët t'i nxjerrin jashtë, t'i ftohin ujë të ftohët, dhe kur e prekin këmbën, për shumë, megjithëse ai e ndihen si zjarr, kur e prek këmbën, ajo ka temperaturë normale. Kemi të bëjmë me një neuropati diabetike. Pra ajo ndezja është ndezje nervore, si të thuash. Ndezje, komprimim i fijeve nervore. Atëherë, kjo ndezje që ka lidhje me diabetin, ka këto shenja. Pra shiko, nuk është këputje trupore, nuk është lodhje, nuk është pirje, nuk është këmbë e ftohtë, po është e nxehtë. Mendja na shkon që kemi një glicemi të ngritur dhe duhet shkuar ndoshta të kontrollohet glicemia. Pra, një hemoglobin e glukozuar, të bëjmë edhe këtë glicemin. Pra shikojmë si ka qenë 3 mujori, si është në ditën e sotshme. Dhe kjo ka të tjera masa, pra kjo nuk do më ujë të ngrohtë si në rastin kur këmbët janë të ftohta. Po mirë është ta trajtojmë me të ftohta dhe me diçka tjetër që e tregojmë. Hemoglobina e glukozuar duhet jetë në ç'është nivele, që të kuptojmë se vuajmë apo jo kemi predispozita për diabet. Maksimumi deri që është normale deri në 6.1. 6.2. Deri në 6.4 mund të themi që kemi mundësi që duke kombinuar për shembull një ushqim, një gjë tjetër, një problem e kështu me radhë, ta trajtojmë një problem të lidhur me diabetin, ta trajtojmë duke kufizuar sheqernat. Nëse kjo pastaj fillon të ngrihet mbi 6.5, atëherë duhet shikojmë që të merret edhe ndihma mjekësore. Që të kuptohet që ky personi ka predispozit për diabet? Po. Një person që është i predispozuar për diabet, sidomos i predispozuar është ai që ka ndonjërin nga prindrit, kështu, atëherë mund të tregohet i kujdesshëm në këtë mënyrë. Sikur produktet që janë të ëmbla, ti kufizoj dhe të luftoj dembelizmin, ti jetë aktiv në jetë. E nëse prindin e tij e ka kap diabetin në moshën 40 vjeç, po e quajmë, këtë mund ta kapi në moshën 60, sepse ky di të ruhet dhe të mbrohet nga kjo sëmundje. Pra, ato sëmundje që themi ne janë genetike, ato mund të luftohen edhe përmes ndryshimit të stilit jetesës. Ajo mund të shfaqet, por nuk shfaqet aq agresive dhe nuk shfaqet aq shpejt në kohë si sepse ne nuk e lëm terrenin tjetër që nuk tregon kujdes. Përmes stilit dhe të ushqimeve. Kemi një rast tjetër, për shembull. Shiko, bëjmë këtë tkurrjen titanike të muskujve. Për shembull, mund të mbajmë një peshë dhe ta shtrëngojmë fort, ose mund të mbajmë para krahun kështu, ose mund të mbajmë këmbën në një pozicion si për të bërë ndonjë ushtrim. Kjo tkurrja titanike, muskuli bëhet si gur, si thuash, dhe fillon që të më komprimoj, të më ngjeshi nervat. Atëherë këto tkurrjet mundet që të na japin këtë mpirje e të asaj gjymtyre që ne me të vërtet e kemi ngjeshur fort. Atëherë, është mirë që më para të bëjmë pak ushtrime, të stërvitim muskujt, në mënyrë që kur të shkojmë për të bërë këto ushtrime që kërkojnë forcë dhe përqendrim, atëherë është mirë që të bëhet. Ka njerëz që në gjumë i zë ngërçi. Është ndonjë problem tjetër këtu? Po, ngërçi ose përdhesja, këtë kemi zgjidhur shumë lehtë, mungon ai magnezi dhe muskujt si thua kontraktohen. Po. Atëherë, një zgjidhje shumë e thjeshtë. Marrim këto farat e kungullit, i qërojmë ose ka fara të qëruara dhe konsumojnë me gjitha të cipën e saj. Ka një përqindje të lartë të magnezit, pra tham elektrolitet në gjak. Po thoni për cipën jeshile të farave të kungullit. Cipa jeshile, po. Ka pak klorofila, ka magnez, po ju dham magnez muskujve, nuk ka më ngërç muskulor dhe kjo është pa diskutim e sigurt. Qartë. Pra, kemi një shenjë tjetër, po, një shenjë tjetër. Për shembull, mund të më mpihet gishti i madh,
deri tek gishti i mesit. Pra, mpihen këto 3 gishta dhe më japin një dhimbje të fort, aq sa njerëzit i kanë të mpira këto dhe duhet ngrihen edhe natën, ngelen pa gjumë, duke i tundur duar. Duke s'po aty grumbullohet diçka dhe i rëndon. Patjetër, jo. Ata shkakun e kanë këtu. Është ngushtuar, është shtypur nervi i tunelit karpal. Nervi që kalon këtu në për tunelin karpal dhe që ndahet në këto 3 degëzime, shtypet dhe jep një mpirje dhe dhimbje në këto 2 ose 3 gishta. Absolutisht që jo. Por kemi edhe nervin ulnar, këtu në pjesën e para krahut, kemi një nervi cili komandon këto 2 gishtat e fundit. Pra, nëse kam mpirje, dhimbje në këto 3 gishta ose këta të 2, mendja duhet të më shkojë tek ngushtimi i tunelit karpal. Se ndodh ai nga puna në kompjuter apo Shiko, ose duke punuar me mouse në kompjuter për një kohë të gjatë, ose njerëzit kanë filluar që për shembull të mos e dëgjojnë atë sforcimin e zemrës, më kupton? Dhe është rritur kolesteroli, janë ngushtuar këto pllakzat, janë shtuar pllakzat yndyrore brenda nëpër arterie, nëpër vena, dhe kjo këtu tashin, ky tuneli karpal, fillon që të maiset, të fryhet dhe shtyp nervat. Në atë pikë, pra në një tunel shumë të ngushtë këtu, që kalojnë edhe arteriet, edhe venat, edhe fijet nervore, fillon që kjo t'i shtyp pak e nga pak. Kur kap këtë nervin këtu, shenja e parë tipike janë mpirja e këtyre 3 gishtave. Nëse ne tregojmë përsëri të pakujdesshëm, mund të më vazhdoj edhe komplet pëllëmba e dorës, dhe si thuash, mund të bëhen bashkë dhe ngatërohet, dhe ne nuk e kuptojmë a është tuneli karpal, i fryri e njëtur, apo është edhe ky nervi dhe muskuli ulnar që më shtyp të 2 gishtat e tjerë. Ky masazhi që u bëhet pikave të caktuara në pëllëmbën e dorës, që lidhet me qetësinë, me stresin, sa eficiente është? Është eficient, ne fillojmë të bëjmë një relaksim, dhe ky relaksimi më nxit edhe qarkullimin e gjakut, po njëkohësisht më relaksohen nervat. Por, po nuk u zgjidh problemi këtu, po nuk u bën ca masa që neve mund t'ua tregojmë njerëzve, të mos presim se po të relaksojmë pëllëmbën e dorës, ose t'i bëj thëmrës dhe shputës së këmbës një masazh, unë do të zgjidh problemin. Jo, problemi është akut, është këtu dhe duhet një zgjidhje. Ajo është ndoshta e ndihmon, e mbështet, e qetëson paksa me masazhin. Tani, cila është zgjidhja natyrale për këto problematika që ne përmendëm, doktor? Çfarë ndihmon pirjen e duarve dhe të këmbëve? Në varësi nga shkaktari, le të themi që duhet të bëhet edhe zgjidhja. Nëse kemi tension të ulët, nuk kemi kohë që të bëjmë shkencë dhe filozofi që prit po sikur të ndodhi kështu. Jo, ajo është urgjente, është akute menjëherë. Duhet t'i vëmë diçka të ngrohët, në mënyrë që të përmirësojmë qarkullimin e gjakut, të i rrisim pak tensionin dhe të fillojmë menjëherë masazhi i duarve dhe i këmbëve. Mirë është që personin të mos ta mbajmë në këmbë, jo që ai nuk rri dot vetë, po ta shtrim në një ambient kudo që të ndodhemi dhe menjëherë të fillojë masazhi i gjymtyrve dhe vendosja e borsetave me ujë të ngrohtë ose shishe me ujë të ngrohtë, t'ja vendosim në këmbë, në gjujmë, poshtë, tek duar, te barku e kështu me radhë, në mënyrë që të përmirësojmë pak e nga pak qarkullimin e gjakut. Kjo është akute, kjo është e menjëhershme, pastaj bëj çfarë të duash me të, por të kaloj kjo situatë. Pra mos ta kemi më atë tensionin, si thua, 80 me 50 ose 90 me 60, po të ngrihet, të kaloj 100, të kaloj dhe 120, edhe më shumë, arteriali dhe... Po, është e sigur që këta e kanë tensionin e ulët. Po është i dëmshëm, me 6, me 5... Hiku, po vajti 5 me 0, ku do vesh. Pra, ne themi, akute e menjëhershme është ndihma që jepet në çast në familje. Ato këmbët në ujë të ngrohtë ose borsetat me ujë të ngrohtë e nxitin çik qarkullimin e gjakut. Ai ujë me krip ose ajo dhalla me krip, e kështu e përmirësojnë qarkullimin e gjakut, e rrisin pak tensionin, se po shtojmë elektrolitët në gjak. Atëherë, më mbrapa
kemi kohë të bëjmë dhe egzaminime dhe të kuptojmë shkakun pse ndodhi kjo rënje e tensionit në mënyrë të menjëhershme. Mund të jetë dhe nga ankthi, nga stresi e kështu me radhë. Atëre, ky është rasti i parë. Ato rastet që janë akute të menjëhershme, ato zgjidhen shumë lehtë. Njeriu çohet, shkrifron pak fije muskujt, i drejton dhe u zgjidh problemi. Në rastet që kemi këmbë të nxehta diabetike, atëre 3-4 net mund t'i vendosim këmbët në ujë të ftohtë, i shkrifrojmë pak nervat muskujt dhe ndoshta bëjmë një masazh, sigurisht duke treguar kujdes që të ulim diabetin, por duhet të qetësojmë nervat, t'i relaksojmë ato dhe të mos kenë kështu mbi ngarkesa nervore. Atëre, mund të marrim pas ujit të ngrohtë, pra hedhim 5-6 litra ujë të ngrohtë në një legen. Nëse kemi nga kjo kripa Epsom, mund të shtojmë aty 2 lugë gjelle. Në mungesë të asaj 2-3 lugë gjelle krip të zezë është mirë. Mund të shtojmë dhe 1 lugë me sodën e bukës dhe i shkrifrojmë, i relaksojmë mirë muskujt dhe nervat, që nga gjuri dhe poshtë. Pasi i heqim nga kjo, marrim dhe lyejmë me një ekstrakt trupi, këto shputat e këmbës, shputën, këtë kërcirin, këtu tek këto taluset, këtu tek kjo tendini akilit mirë dhe vazhdojmë deri në rrezën e kofshës. Masazhi bëhet nga shputa e këmbës deri në rrezën e kofshës, nga pjesa e sipërme deri aty. Dhe mandej, ose i lyej me një vaj të lules së basanit, ose kantarionin, pra i lyej me këtë vajin, i masazhojmë dhe i shkrifrojmë. Me këtë vaj i lyejmë edhe kur duart më rinë të ftohta, ka plot njerëz kështu, që i thonë morthi i duarve. Pra, është bllokuar. Jeni komplet pjesa e sipërme, jo vetëm mollzat, siç thamë për te anemia. Dhe bëhet dora si vishnjë, si mavije kështu, dhe fryhen këto. Thjesht, mund t'i bëj me pak uthull molle, dhe mandej me vajin e lules së basanit. Është një vaj i kuq, i mirë, po nuk që i kuq atëherë Tu dallohet edhe cilësia tek ngjyra? Po pa diskutim, ngjyra e saj, ajo hipericina këtu është në nivelet shumë të larta. Atëherë bëhet masazhi, zbuten, dhe pastaj masazhohet çdo gisht më vete, çdo gisht nga 1-2 minuta, shputa e pëllëmbës së dorës, shputa kjo, dhe deri sipër duke kaluar mbi parakrahun. Ky masazh bëhet 2 herë në ditë nga 5-6 minuta nëse i cilën dorë. Për të ndihmuar. Mandej mbajmë duart kështu si lart dhe i punojmë, hapim i mbyllim, bëjmë disa ushtrime. Patjetër. Bëjmë edhe një ushtrim kështu, për shembull, sikur do t'i mbajmë duart kështu, i shtrim me pëllëmbën poshtë dhe bëjmë kështu dhe pastaj e rrotullojmë 5-6 herë nga majtas. E njëjta gjë edhe me këmbët. Pra, majtas, djathtas, 5-6 herë, djathtas, majtas, 5-6 herë. E mbledhim pëllëmbën e dorës 5-6 herë dhe në këtë mënyrë ne nxitim dhe përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Nëse ishin këmbët e nxehta, për neuropatin ne e përmendëm. Nëse janë këmbët e ftohta, pas këtyre masazheve, pasi tensionin e kemi rritur, më mirë të na qëndroj në këto raste 14, 15, sesa të na vej e të zbresi 9. Atëherë, kur ngrohet trupi mirë, fillojmë, ose do t'i lyejmë këmbët me pak ekstrakt trupi dhe me të pastaj mbi vete kalojmë këtë vajin e basanit dhe me vajin bëjmë masazh 10-15 minuta, ose me vajin reumer. Nëse personi i ka këmbë të enjtura, të fryra, kur nuk na funksionon mirë veshka për shembull, ose personi ka edhe tensionin e lartë, edhe një insuficiencë të veshkave, ose ndonjë glicemi të rritur, dhe këmbët na rinë të fryra, sa që ne i shtypim kështu dhe ajo mbetet gropësia i brumi i ardhur kështu, atëherë mund të veprojmë në këtë mënyrë. Përzijim uthull molle, 2 ose 3 filxhana, me 2 ose 3 filxhana nga ekstrakti i këtyre bimëve. I bimëve të... Po, të ekstrakti Cilat bimë janë brenda se thashë ishte basani, me muriz. Kemi nga ato bimë, pra murrizin, hudhrën, lakrën e kështu me radhë që më nxisin dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. I përzijim së bashku, hedhim dhe pak krip, ndoshta 1 ose 2 lugë çaj me krip, zhyt një nap në të dhe u mbështjell këmbëve. Atëherë, kur jam mbështjell këmbës këtë napën, ja lë 10-15 minuta. E marrim e ngrëm këmbën në kënd 60 gradë
dhe bëjmë mandej masazhin ose me vajin e lulës së basanit, ose me vajin reumer, cilin të kemi nga këto dyja. Masazhi do bëhet që nga qafa e këmbës, që nga kërcirja, të që thot populli, deri mbi gjuhë lart, duke u shtrënguar. Duke tërhequr dhe gjakun edhe... Gjakun ta drejtojmë, si thua, në drejtim të zemrës, por të shkrifërojmë edhe këtë sistemin limfatik. Mandej në fund, bëjmë 5-6 minuta ushtrim kështu me majat e këmbëve, duke sikur do pedalojmë kështu po këmbët në ajër, dhe do të vëmë re që këmbët do t'jenë nga nata e pare, 2, 3 e 4, duke u përmirësuar pak e nga pak. Nëse kemi ngushtim ose shtypje të tunelit karpal, ose të këtij nervit ulnar, thjesht veprojmë kështu. Marrim nga kjo përzierja e uthullës me ekstraktin. Vendosim atë fashun këtu dhe e lëm 10-15 minuta. Në të dy duart ose në njërën, ku t'i ndjejmë këto? Pas këtyre minutave i pas bëjmë këtyre masazh? Masazhin dhe le të vemi tek një çaj. Në këto rastet e ngushtimeve të tuneleve karpale ulnar, përdoret ky çaj kolestomer. Pra të ulim që kolesterolin dhe ta shkrijmë. Bën qarkullimin më të mirë. Në rastet e tjera, për shembull, neve mund ta përdorim këtë çajin kolestomer që është i gatshëm me paketa ose me bustina, ose mund të përdorim për shembull një çaj që të qetësojmë sistemin nervor. Çfarë mund të ketë ky çaj? Për shembull në brendësi flasim në kushtet e një familje që mund të ndodhet për shembull në periferi ose në një zonë rurale. Atëherë, marrim nga pak barblete që pothuajse çdo familje ka në oborrin e tij. Mundet që të gjejmë ginkgo biloba jo, por nenexhikun e gjejmë pa diskutim. Pra, shiko tash. Gjetet nga ginkgo biloba. Bima e ginkgo bilobës, po. Atëre, kjo nxit qarkullimin e gjakut, por edhe qetëson sistemin nervor. Pra, ka një funksion dyfish. Tjetër, mund të hedhim lule murrizi, një dorë me gjethe ulliri, dhe nëse nuk kam barblete për shembull, por kam kamomil, mund të shtojmë kamomilin. Atëre, në qoftë se ne do të hedhim nga një lugë gjelle nga këto, bëhen afërsisht 5 lugë gjelle. Afërsisht në ekuivalencë me 1 litër çaj. E zjejmë 2 deri në 3 minuta, e kullojmë dhe pim nga ky çaj 2 deri në 3 gota në ditë. Efektet që na jep çaji? Atëre, përfitimet që marrim përveç se asaj që përmendëm. Në këtë mënyrë neve bëjmë një triad në zgjidhjen e problemit. Se s'mundet që vetëm masazhi të ma zgjidhi. Triada është kjo. Çaji që do më ndihmoj në drejtim të sistemit të qarkullimit të gjakut dhe në qetësimin e sistemit nervor. Pra futëm urrizin e shoqëruam me kamomil. Po e shoqëruam dhe me barën e bletës. Shiko, kamomili, bari i bletës, mendra e butë ose nenexhiku janë për qetësimin e nervave. Gjethja e ullirit, lulja e murrizit, ginkgo biloba, molla e egër që mund ta kemi në shtëpi, pra s'ka murriz, ka mollë të egër, hedh një dorë me mollën e egër. Dhe efektin përsëri do ta kemi njësoj. Atëherë, nëpërmjet qarkullimit të gjakut, duke qetësuar dhe sistemin nervor, nëpërmjet prekjes, masazhit nga jashtë, 2, dhe nëpërmjet ushtrimeve, ne e zgjidhim problemin plotësisht. Ndërsa, në atë rastin e parë që unë e përmenda, që personi ka një paralizë të përshkallëzuar dhe duhet shkuar tek mjeku, atëherë ndiqen si thua hapa sapi. Disa hapa të tjerë diagnostikues në rast të parë, edhe më pas trajtues. Le të shkëputemi tani për pak publicitet, rikthehemi me telefonatat tuaja. Regjia më ka thënë që kanë mbërritur shumë telefonata, kështu që do mundohemi të përgjigjemi më njëherë pas reklamave. Mirë se u rikthyet, ja ku jemi në studion ton, do të përgatisim edhe një kombinimin siç e përmendi doktori për çajin, ndërkohë shpejt në minutat e pakta në fakt që kemi, të telefononi, cila telefonat do të vijë para, ne ta mirëpresim dhe japim përgjigje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje, nga telefoni. Përshëndetje, të dëgjojmë nga telefonon dhe cila është pyetja juaj? Përshëndetje. Të dëgjojmë, përshëndetje.
Jam një qytetare këtu në Tirana. Po? Përshëndes shumë doktor Yllin. Po, ju falenderit. Faleminderit. Më ka ardhur vëllai nga Tirana, nga Franca, e kam sjellë këtu, duke dëgjuar në televizor doktor Yllin, kanë ardhur burrë e grua të dy nga Franca dhe kanë bërë derman ke doktor Ylli. Janë vizituar, më bëhet kanë marrë qefi. ilaçet, e ka quar me Paterica në katë parë që ka bërë fizioterapinë dhe janë gjitur shkallët pa Paterica. Tashi, ata po i vazhdojnë ilaçet rregullisht, janë të moshuar, mbi 75, dhe ata unë i përshëndes, më kanë thënë 100 herë, përshëndete doktor Yllin nga ana jonë. Dhe ja ku erdhi momenti. Dhe unë pa i përshëndes. Qa surprize e bukur. Tashi e doktor, kanë, ata e përshëndesin me zemër, edhe unë këtu në Tiranë pastu, e motra. Tashi, doktori qeshte e di që e qovi vetë me Paterica poshtë. Jo, doktori nuk e priste. Nga shkallët e ndodhi pa Paterica. Po, nuk është i pari. Nuk e priste këtë telefonat, prandaj po them. Doktor të lutem, që me zi të dëgjoj. Në Francë kanë mbi 4 vjetë fizioterapi dhe nuk kanë gjetur derman. Ke Ylli kanë gjetur derman. Tashti, ke doktor Ylli, tashti ka një problem tjetër ata. Me që fama dhe nami ka vajtur në Evropë, tashti ata kanë edhe një problem tjetër, ja kanë tënë doktor Ylli. Po? Që kanë një vajzë 14 vjeçe. Një mbesë ka vëllaj. Po? Dhe ajo tashi ja kanë të doktor Ylli, në Francë i ka dalë poshtë të këmbës, një nyje në të dy këmbës. Franca ja ka sharruar ato. Kur ja kanë thënë doktor Ylli, ta i ka dhënë kokën, duart në kokë. Tashi, Gati është i vendosur tani. Ja vlen që të vijë ajo vajza ke doktori nga Franca këtu. Sigurisht që ja vlen. Ka dhimbje ke nyjet e këmbëve. Ata ja kanë sharruar, ku diun çfarë kanë bërë. Dhimbje gjatë ja kanë të vetë doktori. Tashi ja vlen ata të vinë këtu. Tani, unë them që të komunikohet dhe më pas, sepse dhe Patjetër që ja minutat janë vlen, bëjtë të mendoj se vetën. mund t'jenë ato si zgjatime si që të thëmrave të këmbëve, që ne i zgjidhim shumë thjesht E në kushte kuptoj, shtëpie. që do dhe një bisedë më të detajuar më pas, kështu Më që mirë ndoshta me që kjo jeni let në vite Tiranë, tek mua, të bisedojmë dhe me ata në telefon dhe i jepni një zgjidhje. kam bindjen që kanë zgjidhje. Unë e falenderoj zonjë, ishte surprizë befasuese faktikisht dhe po prisja që të bënte pyetjen e radhës, por ndërkohë ishte një lloj mirënjohje me të drejtë, se doktori është pak modeste dhe ndihet edhe emocionohet në raste të tilla. Po unë të falenderoj shumë doktor për shpjegimet e sotme. Pra ishte edhe mirita e televizionit Report Faleminderit. na ka çuar në Francë. Edhe në Evropë, gjithandej. Faleminderit edhe shikuesve tanë. Puntata do të jetë në kanalin tonë YouTube. Ju kërkojmë ndjes për telefonatat cilat nuk arritën dot. Mund të shkruani, mund të marrin blejt tek Instagrami Doktor Yllit dhe stafi do të jetë gjithmonë i gatshëm për t'ju dhënë përgjigjet tuaja. Vetëm na i përmendin fjalën Report. Report. Rezedielli. Do të jenë si miq të programit tonë. Faleminderit doktor, gjithmonë. Shihemi nesër bashkë. Mirupafshim.